Prandaj thash, mos e fut atë. Se nxira në një kuadër. Mira. Nuk kam të një pjesë, dhe një pjesë. Dura karton po shpis kartoni. Bëhet gati në çastin njës pjesa e dytë në stadiumin Delvina, pjesa e parë mes dy skuadrave fshinje, Delvinës dhe Putrindit, është mbyllur në shifrat e barabarta 0-0, ndërkohë që Delvina disi më kërkuese, por dhe në krahun tjetër Putrindi, i cili tentoi me disa krosime nga krahët në zonën e rreptësisë Delvinës, por që nuk u shfrytzuan ato pakraste të cilat dy skuadrat krijuan. Pjesa e dytë nis pas zënësime, kujtojmë që të ndeshje e gjykon Xhulian Baca nga Laçi, asistenti i parë Enis Buka nga Lezhë, asistenti i dytë është Rigers Çuni nga qyteti i Lezhës, arbitri i katërt Kristi Hoxha nga Gjirokastra. Pas zvendësime, ndërkohë që kartoni i verdhë i akorduar pa Maginës Butrindit është marrë nga numri 14 Zëre, i cili është ndëshkuar nga ana e gjyqtarit të takimit Xhulian Bacaj për protestë ndaj vendimeve të asistentit të parë Enis Bukaj, ndërkohë që ka nisur pjesa e dytë, siç tham, është derbi midis Delvinës dhe Putrindit me shifrat e barabarta 0-0. Nikola tenton të shmangë Bashën, i cili largon dy kohë në riverën jashtore, gjë të cilën i takon skuadrës së Delvinës. Kujtojmë edhe një herë formacionet: Delvina luan me Çarin në bord, Bakiasi, Bilo, Antoni Caceres, Çumani, Jetishi, Maraj, Ndakala, Ruçi, Igor dhe Nikola, trajneri i skuadrës Delvinës, mentor Hasani. Në krahun tjetër, Putrindi vjen me Pierre në bordin në radhë: Gjata, Basha, Sandi Çulli, Ekango, Fabrizio Çulli, Gilardino Avduli, Nelson Pius, Cordova Palacio, Alessio Cologna dhe Zilla. Ndërkohë ajo goditje pa pas edhe një herë shpëtimtar, portieri Jean-Pierre bën mrekulli dhe duket se këtë radhë një goditje pa shumë pretendime shkon fluturim në kuadratin e mbrojtur nga Jean-Pierre, i cili largon në goditje nga këndi. Ka qenë numri 20 Caceres, ai i cili godet. Fluturim në rënien sipër, por goditja shkon rrezikshëm. Atje ku portieri i skuadrës Putrindit bën mrekullin duke larguar topin nga kuadrati i portës. Simi largohet është nga ana e portierit Jean-Pierre, të shohim pas Bakiasi dhe jo goditja i Bakiasit shkon mbi traurin e portës. Se do të shkone në kuadrat, por i qasht vetëm një vënë fundore. Basha po viktyr nga Nelson Pius, Basha, Sandi Çulli, Elio Gjata, ka zonë të lirë, i ndryn Igor, Cordova Palacio, ka ndryn Ruçi dhe ka goditje dënimi. Tjetë Elio Gjata, 0-0. Sandi Çulli, edhe një Kristi Basha. Ekango do të shmang një prej lojtarëve, numri 22 ka një zëndësim, duke se shkryer që në domat e shfeshjes.
Dhe Fakaj Caceres është në rrë, ka goditje dënimi Antoni Caceres. Numri 22 duket se ka ndryshuar fanellë, është pikërisht numri 17 i pjesës së parë. Është Bilo ai i cili ka ndryshuar fanellën. Në pjesën e parë luan me numrin 17 fanellë. Ndërkohë në këto momente mban numrin 22. Kapiteni Çulli shohim Pios e largon në ndakala më pas dohet goditje dënimi i takon Delvinës. Në ka zvendësime në pjesë e dytë është ndryshim numri në panel. Në shoh bluzën. Igli Bilo është lojtari i cili pjesën e parë luajti me numrin 17 fanell. Ndërkohë në këtë pjesë të dytë me numrin 22. E Kango topi gjatë të drejtim të Cordoba Palacio del dhe zotron Bruno Qari. Gjata i ka ndryrë Malaj Igor. Edhe njerë Gjata. Ndrym Bilo, Ruçi, Gjata, ka zonë të lirë Elio Gjata. Pios. Zilla. Gjata. Fabrizio Çulli ka zonë të lirë. Ka pranë ti Ronaldo Ruçin. Sa është faul. Tjetë Fabrizio Çulli dhe Cordoba Palacio, njëri prej tyre do të harkoj.
Pite sinjalizimi i Gjulian Bacaj. Skem kjo, krosimi pranë zonës, së shtyllë dhe dytë, largon Qari. Edhe njëra Fabricio Çulli. Ka shqetësim në Igor. Simi largohet nga ana e lojtarëve të Butrindit, është Nelson Pius, nisë një kundërshtim të Kango, ka shqetësimin e Bakia e Çumanit, largohet rivënia anësore. Kjo rivënia anësore dhe sërish për Butrindin. Avduli po dytja nga distanca, shkon në gabuar jashtë. Kordoba Palacio, lëviz mjaft mirë, ka shqetësimin e veteranit Bakiasi. Goditje nga këndi. Fabricio Çulli me kokë, Xilla. Më pas është pikërisht Alessio Kolonja, i cili ka bërë atë goditje. Qari në këtë rivënie fundore. Topi gjatë i ti, shkundritim të Caceres. Igor, ka shqetësim një gjatës. E Kango dhe Jetishi në dy luftime së tyre. Jetishi, nga dalë topi e Kangos dhe goditje dënimi. Kartoni verdh për e Kango. Shifrat e pa ndryshuara që nga nisi atakimit 0-0 midis Delvinës dhe Butrindit. Është pikërisht kartoni verdh dhe goditje dënimi takon Delvinës. Pikërisht të goditje dënimi të akorduar nga ana e gjyqtarit Gjulian Bacaj. Të shohim dy futbollistë Kolonja dhe numri 10 e Kango. Largon me kokë Basha. Kur ka zotruar shohim është goditje dënimi Andi Bakiasi. Malaj.
Gjysmë lartësi. Çumani. Topi gjatë i portierit. Largohet në rivënien ansore i takon Delvinës, do të jetë Çumani. Avduli Zilla, rivënien ansore i takon Delvinës sërish. Igor, lëviz mjaft mirë. Ka dalë ai topi Igor dhe rivënia fundore. Ekango. Shohim. I gabuar ai top. Në drejtim të numrit 21, Fabrizio Çulli, rivënia ansore ka. Igor, del topi, rivënia ansore i takon Butrindit. Angelo i dëmtuar, në 10 Igor. Gati Igor del nga fusha lojës. Numri 14. Pius gjen Kolonjën. Ekango, dueli mes tij dhe numrit të shohim Zilla, goditja dhe më pas ai topi i cili shkon në rivënien fundore. Zilla. Pius largon me kokë në krahun tjetër është Kolonja. Ekango. Njëherë Alessio Kolonja ka pranë ditë Çumani brenda zonës. Kolonja të shohim të shtyllën dytë deri top për në duar e portierit Çarri. Dakala
e zotron Sandi Çulli. Zilla e Kango. Ka ndryrë da Kala Çumani më pas. Qata Gjena Nikollën. Ka vetëm rivënje fundore. Qedi Nikolla. Sandi Çulli. Cordova Palacio. Ema Basha. Zilla e Kango. Tjetër goditje dënimi. Iran. Po mundur gati veterani Andi Bakiasi. Shqoa në këto momente me ndihmën e stafit mjekësor. Qari me topin në përduar, në më këmë falni. Basha largon mjaft mirë. Pius. Larguaj top rivënja sore. Ka bono shohem der, është gjyra kartoni kuq. Kartoni kuq për Sandi Çulli. Kartoni kuq për Sandi Çulli. Kartoni kuq për Sandi Çulli. Sandi Çulli në shkuar me karton të kuq, pikërisht. Është në shkuar me karton të kuq Sandi Çulli. Një mundësi e pasër shënimi, është dhe shkuar me karton të kuq Sandi Çulli.
Si e pastër shënimi, ndërkohë që numër 20 Kaseres niset Jetishi, realizon Delvina! Realizon Delvina! Realizon Delvina dhe kjo është një gol spektakolar i numrit 27 Jetishi. Delvina 1, Butrindi 0. Gol spektakolar i Jetishit. Një gol fantastik. Jetishi ja pozerën e trishtuese në stadiumin Delvina. Palacio do zhojë ka godit e dënimi. Do të shojmë Delvina shojmë Zimi, dhe zonës, dhe shë Fabricio Çulli të shojmë. I gonë numri 14 dhe e tjetër Silva është arguar Zilar dhe ti Camilo. Është arguar Pius në vend të tij Silva Junior. Delvina 1, Butrindi 0. Ndërkohë Elio Gjata i ndëshkuar me karton verdh pas protestave. Në zonën stopin dore portier Jean-Pierre. Ora është pozicioni është pozicioni pa rregull, numri 14. Gjata
Vis mjaft mirë. Topi gjatë në drejtim të Kolonjës. Ka realizuar ka ndërhyrje ndaj portierit Bruno Qari. Top gjati i tij largon në Gjirardin Avduli Malaj. Është Nikola. Ka dalë topi në momentin e parë, jo të dytin. Është në rryrë ndaj Fabricio Çulli dhe Nikola. Të ndryrë në mënyrë gabuar ndaj Fabricio Çullit. Gati numri 14 i ndërshkuar me karton të verdh në pjesën e parë. Zëre. Duke se është e pamundur jemi i ndeshjes nga ana e futbollistit Fabricio Çulli. Shohim se do të ketë ndryshim rezultati në këto minuta të ngelura. Çulli. Vis mjaft mirë Silva. Bilo. Shpangur është autori golit Jetishi për skuadrën e Delvinës. Numri 14 të shohim ka përballë Bashën. Topi i cili shkon brenda zonës. Largohet. Cordoba Palacio ka zonë të lirë. Tom drejtim të Alessio Kolonjës. Afrohet numri 2 Ndakala, lëviz mjaft mirë Kolonja, ai është ndryrë dhe rivënia ansore. Kur do të ketë zvendësim është pikërisht kështu. Largohet numri 21 Fabricio Çulli në vend të tij numri 14 Zëre, Rej Zëre. Basha. Gjirardin Avduli. Gjata. Spostohet topi në krah, është numri 10 e Kango. Shohim e Kango. Ka pandi Bakiasin. Postimi në shtyllën tjetër. Shumë i lastë sa shduhet vetëm nivelin fundore për portierin Bruno Qari. Gati sëri stafi mjekësor, do të ketë zvendësim të skuadra e Delvinës. Zhoruçi i ndërshkuar me karton verdh. Ronaldo Ruçi.
Gati da Kala e cili do të kryej të rivërin fundore. Top që largohet nga Basha. Nuk kalon topi, sepse nda Kala largon në mënyrë gabuar e marrë Kolonja dhe ka pozicion të pa rregull. Pozicion të pa rregull dhe do të shohim karton të verdh për Alessio Kolonjë. Protesta ndaj ansorit nga Lezhë. Asistenti i dytë Rigers Çuni. Tjetër goditje dënimi dhe këtë radhë dhe takon Butrindit. Basha Silva llojet mjaft mirë. Në ndërtim të Córdoba Palacios. Topi gjatë i Qarit. Camilo zotron Córdoba Palacio. Gjata. Goditje dënimi e Gjata. Amore, çdo dia dietë një vit. Po është të bëj të mode. Teknikur Atan Veçani. Karton verd për trajnerin Atan Veçani. Do të shkuar për protesta bashkëpunuese. Ne bankina fori të falë. Vete me ha. Gati numri 18. Do të në rënda Andi Bakiasi. Ai është kurse më bëj. Me pare il hueso enamorado. Ai!
Cordova Palacio, jetojnë mbrapa, Girardino Abdulli, ka vjedhër Gjata, kalora i topa, si largohet nga Ruqi, i bëne Ansorit apo sërish Butrindit, Elio Gjata, Camilo, jetojnë mbrapa, Girardino Abdulli, jetojnë mbrapa, Kristi Basho, Silva, që gabon edhe jetarët. Zotë lagë është i pasa i latë qëtori. Luqa, Alessio Polonia. Gjata dhe Malaj, ndryftime e styre. Kafe të tërfalla sot. Seres, të va dalë topi, thot asistenti i dytë, Shumi. Basha Zotron. Tjetër është Zëre, Cordova Palacio, ka shqecime në ujtë të dhjetë Shumani, i del topi, Cordova Palacio, s'ka goditë dënimi dhe është për skuadrën e Butrindit. Ku ta tha shoqi? Na bëte dorë na rikofi edhe stafi mjekësor, ke mundim numrit 19 kapitenit të Devinës. Shumanit, kërkët top nga ana e gjyqtarit Bacaj. Është ndëshkuar pak edhe pse me këtë humbje skuadra e Butrindit nuk lëviz nga vendi 4, është 15 pikë, 6 më shumë se Maliqi dhe Delvina në krahun tjetër. Është në vendin e 4 skuadra e Butrindit. Ndërkohë krosim dhe Zorës. Që Basha i cili ka goditur Fytërinjti me kokë. Po që Ori Kumi po fiton në këto momente me shifrat 1-2 përballë Partizanit B, e pa mundur në skuadrën e Partizanit i përballë skuadrës Ori Kumi. Po që Cordova Palacio ka shqecimin e Shumanit, pra Vjesa Sore është ai top, në duar e numrit 14 Zëre. Basha Zëre, jo është nërhyn nga ana e autorit të golit, numrit 27 Tishi. Kur bet gati, koha shtes, 1 minut, nga fundi i kohës, nga fundi i kohës së rregull, 1 minut duhet, dhe për të parë koha shtes, e 80 ndaluhet
Delvina 1, Butrindi 0. Dhe duke se gjyshtari 4, Kristi Hoxha do të gati kohë shtesja në sekundat e fundit. Të kohës së rregull, Delvina 1, Butrindi 0, autori golit Jetishi në minutën. Ka mbaruar 45 minutë që i pjesë së dytë. Ko e rregull në saj. 75, e bërë dalë 7, apo 5. Një lojnë, a kemi pa i ne pastaj. Qa me kërës në një për një drime. Erë Salaku në vend të Alessio Kolonjës. Po i bra zonës Camilo, nuk arina ujë me kokë. Pas të argon Qumani. Kango argon në 19 Qumani. Silva afrohet 14 Zëre. Silva Simi shkon në shtyllë 2 në vinë sansore e Kango në shqecim dhe numri 15 Malaj. Krosimi argohet Salaku. Shoj ka erë Salaku. Krosimi dhe Livone Livone ka erë Salaku. Minutat e fundit test. Largohet. Barojmo. 23 skuadrës së Delvinës. Nikolas. Qiriako Papagjika, një tjetër lojtar i Butrindit. Dikur vend numrit 7 Kedi Nikola. Kabe baba. E do, largohet në Qiriako Papagjika. Verdi goli! Verdi goli! Verdi goli! Takon Butrindit. Dojnë Dar Salaku. Basha.
Numit nga marë Gjinardia Abduli ka Zdoryra Të Kosova Malasio Në kampa gjithë të fasët Ska top. Ardhe topi cili kërkoj nga nga së e gjitari Bacaj. Zojnë tjetë zëre me topi në përtuar. E du topi lojtarëve të Delvinës, godinë të rinjë. Takon skop tjetër në tutën e 7 vjetë autori gol një tishë. Gol, euro gol, nga godia të rinjë. Aksioni i fundit Abduli Dr. Mbapa nga pore mara Silva Jean-Pierre me topin. Bravo! Camilo Mendoza e klasin e një prej lojtarëve të Delvinës. Dhe është karton, do të shohet gjyra është i verdh. Karton i verdh. Karton i verdh për numrin 77. Camilo Mendoza Padilla. Që ndeshje për të mbajtur mend kjo me tepër kartona verdh dhe kartoni kuqi i Sandit Çullit. Do është tjetër kartoni verdh por Benjamin e du. Gati do dalë futbollisti Bakara. Të gjithë kam presin sinjalizimin e gjyqtarit Julian Bacaj. Nuk ndryshon asgjë në renditje. Edhe pse kjo humbje Butrindit duhet të është humbje e cila mund të qoftë e ëmbël për vetë edhe renditjen aktuale. Po që është goditje dënimi në hyrje të zonës dhe takon Delvinës shtyrje. Po që gati Shkëdije dënimi akorduar
Kjo Bruno Qari, gati dhe sinjalizimi i kryesorit Gjulian Bacaj. Dhe duke se e mbyll tu Delvina, posh, butrimin e këtë derbi të zjatë. Shqipta, 1-0, autori golit minutën e 70, ka realizuar Jetishi dhe rezultatit përfundimtari kësaj sfide. Delvina 1-0, Jetishi në minutën e 70, japi fund transmetimit nga stadiumi Delvina. Javën në tama do qëri javën e ardhshme dhe butrimi shkubimi pas minut gjosë. Unë am këtu më të... Warbi.